me Mary Gjinin. Shumë kënaqësi për ta nisur Mary. Ishte ygje, javë të mbar, javë të bukur, javë me diell, dash të Zoti, se kemi nevojë për pak diell dhe në fakt nga ana astrologjike hyn tek javat e mira që duhet shfrytzuar maksimalisht. E nisi me hënën në humbje në fakt tek akrepat, që një lloj mënyre pothuajse atë ndjesin e përcaktimit të agjendës të ditore nëpërmjet emocionit ta kemi paksa të ndjeshme, por që gjithsesi do t'ishte mirë që gjithë secili prej nesh t'i impononte vetes pozitivitet. Pozitivitet në kuptimin e drejt për drejt të fjalës, si të mendimeve, si të emocioneve, si të frikrave, apo mënyrën se si do të gjykojmë më të tjerët, me qëllim që të marrim pas edhe pozitivitetin që kemi nevojë. Kështu që ai që zgjedh që t'jetë pozitiv këtë javë, jam e bindur që do të ketë një javë shumë produktive dhe shumë pozitive. Ai që zgjedh që të shohë gjërat, të shohë anën negative të gjërave dhe tek njerëzit, kam bindjen që do të humbasi shumë nga potenciali për të shfrytzuar më mirë këtë javë, e cila nis natyrisht me hyrjet e Mërkurit, Venusit, Diellit, Marsit, te Bricjapi në pritje dhe të një hënë të re, por që është nga data 18 po te Bricjapi. Që flasim për çështje që përkasin punës në shtet, punës në administrim, administratës në përgjithësi, i përkasin sistemeve, ata që punojnë në sisteme të mëdha apo qoftë private, qoftë shtetërore, i përkasin palëve të treta në detyrimet profesionale dhe ekonomike, apo diskutimeve të rëndësishme që kemi të bëjmë në lidhje me detyrime ekonomike të mbartura nga 2025, pra po flas për sistemi bankar, apo këmbime në lidhje me shtetin, si pagesa, si dhe pritshmëri për të marrë. Kështu që çfarë ka të bëjmë me sistemet në përgjithësi do të ishte mirë që të vendoset në agjend, nisur që nga dita e sotme derisa të vijë data 18, me qëllim që të kenë mundësi që në datën 18 me hënën e re, nisjet që kanë plan për 2026 të jenë të mbara, të jenë të lehta, të jenë të thjeshta dhe të jenë të qëndrueshme, pra rezistente ndaj kohës. Më fal një sekond. Jo, mirë jam, mirë. Pra që të jenë rezistent ndaj kohës. Çfarë do të thotë? Një pjesë e mirë do të duhet në ditët e para të javës të merret edhe për çfarë duhet korrigjuar në planet që ata kanë. Pra, fatmirësisht kjo javë, ndryshe nga fillimi i muajit, që nga data 2 deri në datën 12, pati ato vështirësitë e veta duke arritur maksimumin e vështirësisë datën 9 dhe 10, edhe tensionimet e veta dhe agravimet e veta, kjo periudhë na jep mundësinë që të jemi më të kthjellët, më të qartë dhe më të sigurt për gjërat që kërkojmë, për gjërat që presim, apo për ato që duhen korrigjuar konkretisht. Për organizime të mira të strukturës së punës së tyre, për të pasur nisje të mbara dhe të mira janë shenjat e tokës. Pra, që do të thotë, Dem Virgjëresh dhe Bricjap do të duhet të bëj ato piketimet e fundit, ose hapjet e fundit, ose kërkimet e fundit, ose mundësinë e intervistave për të patur mundësinë e nisjeve të reja, më të rëndësishme, më të mira, më produktive, ose dhe për të zgjeruar bazën e punës së tyre. Ata që kanë nevojë për të rigjykuar ndryshe pozicionimin e vetes në raport me të tjerët në ambientet e punës, do të duhet të ritrajtojnë dhe rishqyrtojnë nga dita e sotme çfarë nuk shkon si duhet, dhe ku është gabimi që duhet korrigjuar në mënyrën se si ndërveprojmë me të tjerët. Dhe këtu bëhet fjalë për shenjat e ujit, që do të thotë edhe gaforia dhe akrepit dhe peshqit do të duhet të ridimensionojnë veten në raport me njerëzit që kanë në ambientet e punës për të qenë më produktiv dhe për të patur një atmosferë më pozitive në ambientet e punës së tyre. Ata për të cilën do të duhet të vendosin në agjend çështje që duhen korrigjuar në lidhje me trupin e tyre, në lidhje me shtëpinë e tyre, në lidhje me pronësitë e tyre, në lidhje me detyrimet bankare, por njëkohësisht edhe me raportet njerëzore janë shenjat e ajrit. Si binjaku, si peshorja, ashtu dhe ujorët do të duhet të rikorrigjojnë gjërat që kanë të bëjnë në raportet njerëzore, si ato që presin dhe që janë për momentin, po edhe problematika që kanë të mbartura. Të vendoset në agjend që në ditën e sotme, ndërsa shenjat e zjarit do të ishte mirë që të ripozicionojnë veten me guxim dhe vetbesim se çfarë kërkojnë nga 2026. Kjo do të bëjë që shumë nga gjërat që mund të vendosin agjend nuk e kanë me qejf të madh ose nuk është prioritet i çfarë duan,
por është një javë e cila do të ndihmoj shumë për ata që do të vendosin çfarë duhet korrigjuar me qëllim që të mund të kenë ato zhvillimet e forta, sepse 2026, ta kemi thënë, për shenjat e zjarrit mund të rezultojë shumë herë më me zhvillime të forta dhe shumë herë më e rëndësishëm se çfarë ata vetë kanë menduar për vetveten. Konkretisht shenja e dashit, i duhet e nisa me duhet, që nuk është edhe momenti për të nxjerrë duhet e dashit, megjithatë. Dashi mund. Duhet në fakt. Duhet të vendosi, pavarësisht se si ndihet në raport me veten ose çfarë do kishte dëshirë të bënte në këtë periudhë, do të duhet realisht të nxjerrë prioritet mundësi takimesh, kontaktesh, diskutimesh, telefonatash, lëvizjesh, shkresash, për çfarë mund të ndihmoj për të kopsitur çështjet në drejtim të profesionit, të karrierës dhe riprojektimit apo ridimensionimit më të mirë, më të lartë të vetvetes. Kështu që çfarë ata mendojnë se duhet korrigjuar, duhet rregulluar, duhet zgjeruar, duhet diskutuar, duhet të vendoset në agjendë nga dita e sotme, dhe në fakt dita e sotme ka energji shumë pozitive pavarësisht onës të akrepave dhe ka krepat që zakonisht na nxjerr në sipërfaqe çfarë kemi frikë, jo çfarë dëshirojmë. Dita e sotme ndihmon shumë për të nxjerrë për dashin çfarë dëshiron në drejtim të punës. Kështu që mendimet e tyre sot t'i shkruajnë në një copë letër dhe të kenë mundësi të zhvillohen gjatë javës. Demat. Edhe për demat nuk është se pëlqejet fjala do të duhet të ndryshojnë ose do të duhet të pranojnë ndryshimin. Por ndryshimi është i domosdoshëm. Ose dhe nëse nuk e ka në plan, tendenca për të pasur diskutime në shërbim të ndryshimit është jashtëzakonisht shumë e fortë, nisur nga dita e sotme. Urani vazhdon të jetë tek ata. Është në këtë hyrje në fortë me Saturnin dhe janë edhe në gradë barabarta sot, por për mirë, pra do rezultoj ndryshim që është i domosdoshëm për të filluar më pas atë fazën stabil që u shkon shumë për natyrën e tyre dhe për mënyrën se si kërkojnë gjërat. Pra çfarëdo lloj gjë që që shtohet në agjendën e njohur edhe përcaktuar prej tyre, duket se do vi për mirë. Sjell trazir të ajrit, po për të rregulluar ujërat, për të rregulluar situatat, për të rregulluar xhepin e tyre. Vim të binjakët, të cilët duket sikur e nisin javën me analiza personale, ose do të duhet ta nisin me analiza personale për të korrigjuar se çfarë nuk shkon me mënyrën se si ata funksionojnë. Pra çfarë duhet korrigjuar, çfarë s'duhet korrigjuar, për ku duhet thënë po, ku duhet thënë jo, me cilët do të duhet të bashkëveprojnë apo do të duhet të largojnë. Pra është një lloj jave që rregullon këndvështrimin, çështje sjelljes, çështje etike, çështje mënyrës se si do t'i zgjedhin njerëzit me të cilët bashkëveprojnë, por që pa munguar edhe propozimet për të pasur nisje të reja nga data 18 dhe në vazhdimsi. Pra është një javë që do të cilë një lloj rregullimi, korrigjimi në mënyrën se si ata funksionojnë, por njëkohësisht edhe të imponuarit të formës se si duhet të tjerët të bashkëpunojnë me ta. Pra ka të bëjmë me raportet njerëzore. Kalojmë te por janë një javë mirë në fakt, një javë pozitive. Me hënët e kakrepa që u shkon shumë, ju nxit edhe vetbesimin, edhe mënyrën se si për saktësinë e gjykimit dhe vlerësimit, por njëkohësisht i bën të mundur kjo javë që të bëjnë ato korrigjimet e fundit ose detajet e fundit në planet e zhvillimit të tyre, për ata që kanë plane për zhvillimi. Ka të bëj edhe për gaforen një rregullator në mënyrën se si do të raportohen në raport me njerëz me të cilët bashkëveprojnë, do të bashkëveprojnë konkretisht apo do të sqarohen apo do të vetpastrohen. Pra ka një lloj ripozicionimi apo riqartësimi në raport me bashkëpunëtorët për të patur një agjendë me një rutinë fantastike në fakt që do të ndihmohet shumë nga hëna e re, por edhe sepse në datën në 17 kemi largimin e Venusit bapërballë që do të jenë më korrekt, më të saktë dhe më të zhveshur nga emocionet apo pritshmëritë emocionale që kanë me bashkëpunëtorët e tyre. Pra duket sikur i përket bashkëpunëtorëve si javë
si në korrigjim, si në vlerësim, po dhe si në shihet mirë, në varësi se si është gjithë secili. Kalojmë tek Luanët, një agjendë ngjeshur, nuk do mungoj fuqia për të buzëqeshur, por agjenda është në zhvillim e sipër për sa i përket çështjeve të profesionit. Duket sikur edhe për Luanët ka të bëjë me kontakte apo diskutime apo takime nisur që nga dita e sotme për të patur një projekt të ri, një zhvillim të ri, një diçka të pasur, më të pasuruar në punë, për të zgjeruar agjendën e tyre ose për një obligim të ri që do të marrin brenda kuadrit të punës së tyre. Kjo do të bëjë të mundur që gjysma e dytë e javës dhe në vazhdimsi të ketë një rutinë më të qartë, më të saktë dhe më të pastër në pjesën profesionale, që është edhe korrigjimi që ata mund të bëjnë në këtë periudhë. Ndërsa për sa i përket vendosjeve emocionale, duket sikur e kanë të thjeshtë të gjejnë formën si për të marrë buzëqeshje ashtu dhe për të dhënë buzëqeshje. Kalojmë tek Virgjëresha. Me raportet njerëzore, në fakt është një familje është në një pozicion shumë pozitiv dhe tërheqës vendosja e gjithë planeteve bashkë, Mërkur, Venus, Diell, gjithë që do të thotë së bashku me Venusin aty dhe në pritje dhe të një hënë të re, duket sikur ndërtimi apo rindërtimi rapporteve personale, sociale apo bashkëpunëtor është ajo që do të ngjyrosi janarin. Në këtë periudhë është shumë e ndjeshme përmirësimi apo diskutimi apo zgjerimi që ka të bëjë me njerëz me të cilën do të ndihmohen në pjesën e punës së tyre, do të kenë mundësi për të patur atë zgjerimin që e presin që nga qershori viti që kaloi, ose për të pasur dekzime të reja në vazhdimsi. Edhe pse këto fillime të reja mund të vonojnë pak, por struktura njerëzore duket sikur në këtë javë do ketë mundësi që të jetë më kthjellët dhe më e qartë me cilët do bashkëveprojnë, me cilët do të punojnë dhe se si mund të rrjedhë historia njerëzore në mënyrë që ata të ndihen më mirë dhe më të sigurt si në raport me vlerësimin personal, si në raport me emocionet, si ashtu sikurse edhe në raport me çështje profesionale. Kam bindjen që të lindurit në qendër mund të kenë edhe ngjyrosje përtej bashkëveprimi profesional, pra mund të jetë edhe e ngjyrosur me dashuri. Po, ka një lloj loje të tillë që në fakt nuk ka asnjë njerëz që të qëndrojnë bashkë, kanë pa diskutim që kanë një lloj tërheqje. Ndryshe, nëse nuk është kjo tërheqje, nuk bashkëveprojnë dot. Kalojmë tek peshorja. Çdo bëhet me peshoren. Është një agjendë në fakt që duket sikur është e paracaktuar. Është shumë katrore në vendosjen e vet, që do të thotë shumë e sigurt, shumë e qëndrueshme, shumë stabil, me korrigjime të vogla që përkasin vetes së vet, trupit të vet apo ushqimit të vet. Pra duket sikur e kanë shumë të kthjellë dhe të qartë agjendën. Megjithatë nuk duhet të harojnë për ata që kanë çështje shkresash, letrash, zyrash, dokumentash, pronësish, nuk duhet ta lënë pas dore për pjesën e janarit që ta vendosin prioritet. Është një moment shumë i mirë në fakt me të cilën mund të ketë zgjidhje dhe përgjigje përfundimtare. Kështu që pavarësisht agjendës që duan ta kenë të zhveshur nga detyrime të shumta apo që s'janë të tyre, do të duhet çfarë është prioritet për kohën, do të duhet ta vendosin vetë në agjendë. Janë ditë të mira, janë ditë me energji pozitive, janë ditë që japin rezultat. Pra për ata që kanë shqetësime, si me trupin, si me shkresat, si me letrat, do të ishte mirë t'i vendosin agjendë nisur nga dita e sotme deri në datën 17. Bukur, i kalojmë tek akrepat. Punën e kanë tek vetja vet, ajo pjesë mënyra se si do të zgjedhin që të lëshojnë emocionet jashtë ose që të nxjerrin emocionet jashtë, do të përcaktoj edhe shijen e javës. Të zgjedhin çfarë u duhet dhe çfarë u bën atyre mirë, jo çfarë i frikson dhe çfarë cilët njerëz i mendojnë se janë negativ. Pra të zgjedhin, të bashkëveprojnë, të komunikojnë, të bashkëustojnë në pjesën e parë të javës me njerëzit me të cilën kanë besim dhe mendojnë se mund të punojnë, pa i gjykuar ata dhe jo të zgjedhin kush i ka zili dhe kush nuk i ka zili, kush i do dhe kush nuk i do, kush është pozitiv dhe kush është negativ dhe ta lëm pas. Pra të nisen nga vetja se çfarë duan dhe se çfarë mund të marrin nga ndërveprimi njerëzor. Pra nëse zgjedhin që të jenë pozitiv, do kenë javë me zhvillime shumë të mira, nisur nga dita e sotme deri të premten paradita. Nëse zgjedhin që të jenë në pozicion mbrojtës, kam bindjen që thjesht do kenë një agjendë që do të ketë buzëqeshje, por jo ndonjë rezultat të madh. Bukur. Ikim te? Kalojmë tek qytetarët, të cilët gjatë kësaj jave dhe kjo hënë humbje tek akrepat kanë nxjerrë në sipërfaqe pasiguri ose paqartësi.
Okej, shumë mirë që i nxjerr. Do të duhet të ulen krahas ndjesisë apo pasigurisë që kanë, të gjejnë dhe çfarë ja u shkakton këtë pasiguri dhe këtë paqartësi. Të marrin lapse letër dhe t'i shkruajnë fjalë për fjalë çfarë ata i pengon, që të janë të qartë, apo të jenë të sigurt, apo të kenë vetbesim, apo të kenë rezultatet që presin. Pra korrigjimet në raport me veten janë ato të cilat të t'japin, do përshpejtojnë produktin dhe do pastrojnë territorin për të përgatitur një vazhdimsi të 2026-s. Do të thoja, me marsi kur kaloj të kujorët 23, më të shpejt, më social, më aktiv, por do të përgatisi një 2026 shumë herë më pozitiv nga çfarë presin. Korrigjimet bëhen në pjesën e parë, derisa marsi të dalin nga peshit në fundin e dimrit. Kështu që të fillojnë korrigjimet se i kanë intuitën dhe instiktin e kanë shumë të fortë, apo gjykimin e kanë më të saktë ndaj vetes në këtë javë. Kalojmë te britsjavët, java e tyre, java periudha e tyre, muaji i tyre, ato bisedat e fundit për ato piketimet që kanë vendosur, për projektet e reja, për zhvillimet e reja, për bashkëpunimet e reja. Jam e sigurt që dhe britsjapi më i ngurtë në planet e zhvillimit të tyre profesional dhe më i mirë strukturuar, ka diçka të re në mendje, ka diçka për zgjerim, ka për të diskutuar apo për të zgjidhur në mënyrë ato momentet e fundit, apo piketimet e fundit, apo idin e fundit, për çfarë do të nisin. Sepse britsjapët zyrtarisht në datën 18 të nisin, duket sikur do të nisin me të djathtë pjesën drejtimin produktiv profesional të 2026-s. Kështu që ta shijojnë javën dhe të vendosin çfarë ata mendojnë se duan dhe duhet në zhvillim të karrierës. Kanë kujorët të cilët do të duhet këtë javë me këtë hënë tek akrepat dhe me këto vendosje të lënë në pas çfarë i pengon për të qenë të qartë, të sigurt dhe të saktë në mënyrën se si do ta projektojnë. Çfarë do të thotë kjo? Nëse kanë menduar ose kanë pritur ose kanë pasur premtim apo se fjalë të thëna apo të diskutuara se si çfarë do bëjmë për projekte të përbashkëta dhe kanë ngelur projekte në ajër, do të ulet të vendosin, do të duhet të ulen që në numër të parë para ditës së sotme të diskutojmë çfarë qëndron dhe çfarë nuk qëndron, çfarë duhet lënë pas dhe çfarë duhet mbartur, dhe çfarë duhet kenë me vete dhe se si do të zhvillohen. Pra, sqarime me çfarë ju keni ndonjë në pritje të çfarë do të vijë, që do të thotë. Kush ju ka ushqyer me lugën bosh, lereni pas, mos prisni më. Kush ka diçka konkrete për të diskutuar me ju, kush ka diçka konkrete për të bashkëvepruar, ose plane për bashkëveprim praktik dhe profesional, në shërbim gjithmonë të zgjerimit ekonomik, do të duhet të merret me vete, të sqarohet, të diskutohet dhe të dakordsohet këtë javë. Sepse datën 23 marsi vjen tek ujorët, kështu që çfarë është për ta do të jetë me ta dhe çfarë nuk është do ngelet pas. Por edhe kjo, pavarësisht se dëgjohet sikur është negative, është shumë pozitive. Në thelb do të ndihmojë shumë që të ndihen më të lehtësuar dhe më të guximshëm në zhvillimin e agjendës së tyre profesionale. Vim dhe tek peshqit, të cilët kanë Saturnin tek vetja dhe për pak deri nga mesi i shkurtit në këtë hyrjen trekëndore që kanë fakt që nga mesi i javës që kaloi, që nga data 2 në thelb, por që të hënën që kaloi ishte në gradë barabarta dhe do të vazhdoj që të jetë në gradë barabarta edhe 3 ditën e parë, sepse do të superoj Saturni, kështu që do të jetë më i kontrolluar, kështu që do të duhet në këtë javë me këtë hyrje kaq pozitive te britsjapi që është ndihmues, favorizues për peshqit, por njëkohësisht edhe me këtë hënën tek akrepat e kanë të gjitha mundësitë që të përdorin instiktin, intuitën për të ripozicionuar dhe një herë në raport me njerëzit që kanë në ambientet e punës. Pra, ripozicionojnë, rindryshojnë në veten, rindryshojnë këndvështrimin ose rikorrigjojnë pritshmëritë njerëzore. Pra, me pritshmëritë humane, me pritshmëritë që nga ndonjëherë janë më të mëdha se ç'duhet për peshkun. Ndërsa për sa i përket zhvillimeve praktike, ka të bëjmë, vazhdojnë të jenë me DT në fakt, sepse është në një pozicion të tillë ky Mars bashkë me Diellin dhe Venusin, që është shifet në perspektivë. Nuk i përket të sotmes, sot për sot, megjithatë edhe kjo është një shije pozitive për peshqit, sepse duan dhe kanë të domosdoshme që të kenë në mendje një plan B për vazhdimsinë, pra të kenë një lloj projektimi tek e nesërmja. Javë mirë, të gjithë kanë mundësi për të pasur pozitivitet, varet se çfarë do të zgjedhim që të nxjerrim në sipërfaqe. Etika e bukur dhe pozitive do të ishte ajo që do të jepte rezultatin më të mirë. Virginie, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shijuam këtë bisedë. Ditën e njëjtë, ndërsa publiku i themi bëni gati flasin për goditjen e shtrikës, që s'ka si lidhje me shtrikat ose shtrikanin, por është një problem shëndetësor, simptomat e të cilit do i marrin vesh me një herë pas publicitetit.